Me aq padurim edhe gëzim që kam pritur unë këtë paket, nuk kam pritur as vitin e ri kur kam qenë e vogël. Madje mund të them as burri nuk e pres nga puna me kaq padurim sa kam pritur këtë paket. Më në fund unë kam hedhur një hap tjetër drejt rrjeteve të mia sociale dhe punës që unë po bëj tani. Dhe për këtë blerje ju jam mirënjohëse shumë edhe ju që më keni motivuar dhe që më mbështesni gjithmonë, keni një falënderim special nga zemra ime, sepse me të vërtetë që më keni ndryshuar jetën në shumë dimensione. Më në fund vendosa që të blej një kamerë për videot e mia që të më shikoni pak më pastër se ç'më shikoni. Kjo nuk është një kamerë e lirë, është kamerë që i përshtatet formatit tim, por nuk ka rëndësi fare se sa e lirë ose e shtrenjtë është. Rëndësi ka që unë ja bëra qefin vete për t'i përmirësuar sa më shumë cilësinë e videove që unë ndaj me ju. Kjo është një kamerë nga DJI dhe që në momentin e parë që e pash, rash në dashuri. Thash, kjo do bëhet kamera ime me patjetër. Kështu që ja plotësova dëshirën vetes dhe e mora. Mundoja që ta hapja pak këtu me ju që ta shikojmë pak bashkë se e gëzoj shumë. Kjo është jashtëzakonisht shumë e vogël dhe prandaj e doja që ta kisha sa më praktike dhe mos të përtoj që ta marr dhe të përfundoj prapë gjithmonë duke filmuar me telefon. E di që telefonin nuk do ta heq, po të paktën të filmoj edhe me këtë. Hapi pak tani. Okej, kështu duket. Nuk ka ndonjë gjë të veçantë në dukjen e saj, por këtu është edhe ekrani që të shikoj veten gjatë filmimit. Okej, ja po ndizet këtu dhe po fillon filmimin. Wow. Kështu duket edhe është me të vërtet shumë, po shumë e pastër. Prit ju bëj një foto juve, ha. Qeshni pak aty. Ekranin këtu madje e ka me touch, atë ta kthej përpara. Wow. Shikojeni edhe ju veten këtu, ju pëlqen vetja se keni dalë sot. Ekranin nëse pash atje te Saturnin mund ta ktheje edhe kështu dhe të bëje video për sugjerje ose për gjati si të doje. Këtu ka edhe mbrojtullat për ta lidhur besoj me telefonin. Këto janë fisha gjëra që unë s'kam lidhje fare me këto. Kështu pra, kjo ishte edhe blerja ime që isha super entuziaste dhe tani do të shikojmë në video me cilësi më të lartë.